Një mjek imazherist në spitalin e Fierit është arrestuar nga policia pasi u merrte rrushfet pacientëve për të kryer ekot. Arrestimi u krye pas një hetimi 4 mujor në bashkëpunim me prokurorinë e Fierit. Ndaj mjekut Gëzim Taullaj rëndon akuzash përdorimit të detyrës dhe korrupsionit pasiv të personave që ushtrojnë funksione publike. Sipas policisë, mjeku u kap në flagrancë duke marrë një shumë parash një pacienti që do të kryente ekon abdominale. Mësohet se gjatë orarit të punës, mjeku vizitonte pacientë në 2 klinika private në Fier. Policia tha se është sekuestruar shuma e lekëve që 66 vjeçari i mori qytetarit në kundërshtim me ligjin, si edhe shumar prej 1.857.000 lekë të reja, 39.155 euro, 2.370 pound dhe $75 që ju gjetën gjatë kontrollit të banesës. Finalizohet pas një hetimi 4 mujor në bashkëpunim me prokurorinë e Fierit. Operacioni policor i koduar imazheria i merrte shuma parash pacientëve për të kryer ekot. Vihet në pranga mjeku imazherist në spitalin rajonal të Fierit, si rezultati i administrimit të menjëhershëm të informacioneve se mjeku imazherist në spitalin e Fierit ju merrte para pacientëve për të kryer ekot. Specialistët e seksionit të hetimit për krimet ekonomike financiare të Drejtorisë Vendore të Policisë Fier organizuan punë në bashkëpunim me prokurorinë e Fierit. Për këtë rast, prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier ka regjistruar procedimin penal numër 929, datë 1/7/2025 për veprën penale të dyshuar shpërdorimi i detyrës dhe korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike. Hetimi i cili pas 4 muajsh u finalizua me arrestimin në flagrancë të shtetasit GT, 66 vjeç, banues në Fier, me detyrë mjek imazherist në spitalin rajonal Fier. Ky shtetas u kap në flagrancë duke marrë një shumë parash një pacienti që do të kryente ekon abdominale. Gjithashtu ky shtetas shpërdoronte detyrën pasi gjatë orarit zyrtar të punës vizitonte pacientë në 2 klinika private në Fier. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier për veprime të mëtejshme. Në vijim të veprimeve procedurale për këtë rast, u sekuestrua si provë materiale shuma e lekëve që 66 vjeçari i mori qytetarit në kundërshtim me ligjin, si dhe shuma prej 1.857.000 lekë të reja, 39.155 euro, 2.370 pound dhe $75 që ju gjetën gjatë kontrollit të banesës.